But I'll tell you right now, the language is 100% Albanian. 100%. 100%. Ilir, ku ke marrë këto? Trafikues, mafje, vrasës me pagesë dhe drogë. Kjo është CV e shqiptarëve sipas Hollywoodit. Për i vitesh kreativiteti i Hollywoodit ka një ide shumë specifike për atë që është një shqiptar, zakonisht i armatosur, gjithmonë i zemëruar dhe ndoshta duke drejtuar ndonjë rrjet trafikimi njerëzor. Shto aty një theks të rënd, ca zinxhir floriri të varur në përqafë dhe voila, ke imazhin perfekt të keqbërësit nga Ballkani. Por si përfunduan shqiptarët si personazhe të errët të filmave amerikan? Nuk është se Hollywoodi na zgjodhi rastësisht apo jo. Fillimisht, le të shohim se në cilat filma jemi bërë të famshëm. Le të nisim me Taken në vitin 2008. A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it? Vajza Liam Neeson rrëmbet në Paris nga trafikant shqiptar sigurisht. Mesazhi? Shqiptarët janë diku aty në hijet e Europës gati për të rrëmbyer fëmijët tuaj. Taken 2012. E njëjta tematik, por kësaj here shqiptarët kërkojnë akmarrje për vdekjen e të afërmëve të tyre në filmin e parë. Në The Brave One të vitit 2007, personazhi Jodie Foster sulmohet brutalisht. Në misionin e saj për drejtësi, ndër grupet kriminale që ajo has janë shqiptarët. Nuk na zhgënyen as këtu. Dead Man Down 2013, shqiptarët si familje mafioze. Edhe njëherë pozicionoheni si armisht kryesor në një ambient të kriminalizuar. Inside Man, filmi nuk na zhgënjen me narrativën. Një grabitje banke, punonjës të marrë tension në rritje. Sfond dëgjoni ligjërinë e Enver Hoxhës, duke nxitur dyshime se grabitësit mund të jenë shqiptar. Prisni, këtu skena bëhet edhe më interesante. Për të deshifruar audiot shfaqet edhe një prostitut, shqiptare sigurisht. Dhe më pas vjen Wolves, me Brad Pitt dhe George Clooney, me përsëri në plan. Gjejeni si, me drogë dhe me vrasje. The Albanians. Me pak fjalë, nëse ka armë, drogë ose trafikim njerëzor, shanset janë të paktë në Hollywood që prapa qëndron një shqiptar. Por kurse vallë, një pjesë lidhet me paqërsinë pas luftës së ftohtë. Shqipëria, një shtet i izoluar komunist, mbeti mister për perëndimin. Kombinoje këtë mister me disa tituj lajmesh reale mbi krimin e organizuar në vitet 90 dhe 2000 dhe ke recetën perfekte për një antagonist të gatshëm për skenarin hollywoodian. Por çfarë do thotë kur një grup njerëzish portretizohen gjithmonë si të këqinjt? Media formëson perceptimin. Për shumë shikues perëndimor, kontakti i tyre i vetëm me shqiptarët është përmes këtyre roleve. Kështu, fjala shqiptar bëhet sinonim i rrezikut. E po jo më kot thonë më mirë syri se sanami. Megjithatë, ku i dihet, mbase ndonjë ditë Hollywoodi do t'i mbushit mendja të paraqes një shqiptar si humanist, si Nën Tereza, si artist botror si Dua Lipa, si mjek i njohur si Ferit Murati apo shkencëtare si Mira Murati, ose thjesht njeri i mirë. Deri atëherë na mbetet të mbajmë frymën se kur del ndonjë Mark of From Tropoja.